sidomos e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Tash mes kësaj dhe atë që ka përfaqëson Agaçi, do thot apas Agaçi është më të mes të një vërtet edhe për spekulimi i cili nuk mund të vërtetohet, por mendoj që lajmet e tilla të mjegullta dhe lufta kërkon gjah për dezinformacion, dhe dezinformacioni është nivelin më të lartë në kohët e luftive, por edhe tash në kohën mes armëpushimit dhe rifillimit, arritjes e një marrëveshje paqësore dhe për rifillimit e luftës. Dhe në këtë moment dezinformacioni dhe lufta speciale është në nivelin më të lartë. Prandaj mendoj që për figurën dhe personalitetin e Mushtabës është vështirë të thuhet, ndoshta ka pas spekulacione dhe informacione rreth edhe vrasjes së liderit të babait të tij, se mund të jetë apo mos jetë i vrarë, ka qenë në formë ndoshta e spekulime, teorive të konspiracionit të cilat nuk kanë bëjnë shumë, ndoshta meqense sot teoritë konspirative më duket se kanë dalë sheshit si këpurdhat në kohë të vjeshtës. Dhe mendoj që edhe kjo do jetë ajo enigma edhe për Mushtabën. Nga ana tjetër, zoti Bilali, se i përket edhe negociatave të cilat janë zhvilluar, si e keni parë këtu dhe rolin e Pakistanit, dhe nga ana tjetër mendoni se Irani tashmë është i gatshëm për të bërë kompromise se i përket edhe ndoshta një arritje të këtyre marrëveshjeve mes të dy vendeve? Pakistani lun një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, është vend atomar, ka raporte të mira edhe me SBA-t, me përcjelljen e çdo aktiviteti sa i përket fushës diplomatike, në lloj përfaqësimi të Iranit e ka bërë në Washington ambasada e Pakistanit. Edhe kundërta ai amerikanit, që do thotë një interlidhje në Islamabad, dhe një interlidhje e tillë ka një histori të vetë dhe nuk është e rastësishme. Pastaj mendoj që Pakistani ka qenë një ndër adutët kryesor që ka raporte të mira me SBA-n, por është armik ta qoftë i përbëtuar Izraelit. Ka qenë ajo postulata me cilat e ka në farë mënyrë ka afruar Iranin që të bën takimin në Islamabad. Por besoj është komplet pika kyçe e bisedimeve për sukses është programi bërthamor. Amerikanët kërkon të sillet në zero, iranianët nuk pranojnë që të jepën dorë nga zhvillimi shkencor i tyre për qëllime paqësore, për nevoja civile, sidomos busherën, të cilët kanë teknikë dhe inxhinier rus në ndihmë të tyre, dhe ka pas kujdes edhe bombardimet që nuk kanë goditur vetëm këtë bazë, më të them, të zhvillimit të programit bërthamor. Edhe do të centrali vetëm. Edhe pse dikur afërsi ka pas tentativa, sidomos izraelitët e godasin. Do thotë për bisedime pika kyçe është programi bërthamor dhe Hormuzi, me cilën në momentin e fundit ka spekulime që mund të jetë të arrihet pajtueshmëria për ngushticjen e Hormuzit, dhe më vonë të bisedohet për programin, ndoshta pas periudhë 2-3 mujore, të bisedohet për programin bërthamor. Nga lista nuk ka gjakundi rreth asaj programit balistik të Iranit, raketat balistike, nuk pranohen nga Irani, sepse ajo do ishte, do thotë, vetvrasje e vetë rezistencës, por e vetë shtetit sovranitetit e Iranit, dhe në këtë pikë më tepër ka dezinformacione, sepse nuk pranohet as se të futet në bisedime, sidomos reduktimi deri në 1000 kilometra, mes 500 dhe 1000 kilometra të dometit e goditjes e tyre. Por më rëndësishme është që palët të afrohen, dhe besoj që vizita e Agaçit në Moskë ka një ndikim të marrë instruksione apo të jetë nga pala ruse një lloj, më të them, jo ndërmjetësimi, po të ndikoj të pala amerikane që procesi dhe ardhja e Gjedi Vensit me delegacionin iranian në Islamabad të sjellë sukses për të arritur së paku që të mos rifillojnë luftimet, sepse do kishim një situatë jashtëzakonisht, më të them, eksplozive, sepse nuk u pa që ka traditorshi në aspektin e goditjeve amerikane dhe izraelite nuk e ka sjellë atë që kanë dëshiruar, dhe në këtë mënyrë një farloj disfatisti në këtë luftë është Benjamin Netanyahu. Dhe ai dëshiron prapë të rifillojë luftimet, por pikpyetja është se si do përfundojnë.
si do përfundojnë edhe e ardhmja e Izraelit, por edhe e Iranit në këtë rast. Edhe pse mendoj që tentativat për të ardhur dhe të kjo marrëveshje prap mendoj që edhe Xi Jinping, sepse kemi takim të paralajmëruar për maj mes Trumpit dhe Xi Jinpingut, por për momentin mendoj që ka shenja që mund të ketë një rifillim të ri të bisedime me këmbgulën, mund të them, në fuqinë e saj të Pakistanit për të sjellur një paqe sado që mund të jetë ndoshta e brisht, por një marrëveshje që do të jap të shenja për një paqëtim të regionit të përkohshëm. Zoti Bilali, sa i përket këtyre zgjedhjeve të negociatave, kush ka më shumë për të fituar dhe nga ana tjetër po përdoret tashmë koha si një armë strategjike nga të dyja palët, pra qoftë nga ana e Iranit apo qoftë nga ana e Shubas? Po, sigurisht amerikanët janë në tempon e tillë që kanë mes zgjedhjet në nëntor, dhe është jashtëzakonisht ajo që Trump dhe republikanët prognozat janë që do psojnë goditje, humbje në zgjedhje dhe do marrin 2/3 e Kongresit. Kjo do ishte ajo, pastaj thirrja e pshmentit, i cili do ishte ndoshta i raport do sjellë në histori që do shkarkojë një president me vota jo vetëm të 2/3, por do jetë ndoshta një lloj befasie për komunicinë e përfaqësuesve amerikanë të dhomave për të apo të Kongresit në këtë rast për të larguar nga pozicioni një president. Por kjo është çështje që për momentin duket procesi i cili do vazhdojë. Pastaj mbetet ajo periudha 2 vjetore ku ka mandat ende Trumpi në këtë rast. Por mendoj që koha lun rol edhe për Iranin, i cili mendoj që ka krijuar një farë lloj mund të them jo vetëm krenarie, por një lloj mbështetje për sepse dorën zemër vështirë gigantit amerikan të bësh rezistent 48 luftimeve. Dhe kjo është hera parë pas luftës së Vietnamit, që do thotë është por një testim i tillë dhe ndoshta shtafetën në një lloj rezistence të tillë ndaj amerikanëve tash ka marrur Republika Islamike e Iranit dhe kjo do ishte ajo që mund të përfitojë në aspektin strategjik, pastaj të ndërkombëtarizimit të gjithë asaj rezistence në opinionin publik, në gjitha polet e botës, dhe të thotë këto janë anët pozitive për këtë rast për Iranin po flas. Por edhe të iranianët është problematik që shkatërimi i cili me rifillim të luftimeve do të ishte jashtëzakonisht shkatrimtar dhe ajo që decenit të tëra nuk mund të rikthehet në pikun ku ka qenë. Por për momentin besoj që koha është e çmuar dhe vlefshme për të dyja palët dhe për ta shfrytzuar qoftë në atë konsolidimin e brendshëm të forcave të tyre, sepse armatimet dhe mund të them përforcimet edhe në Iran, edhe rimbushja e asaj që ka kuptimin e mbrojtjes kundërajrore qoftë Izraelit dhe Amerikës është shfrytzuar për këtë kohë. Por politikisht mendoj që të dyja palët përfitojnë dhe humbin diçka, por për momentin amerikanët më duket që janë në pozicionin më të vështirë sa i përket asaj që njihet brenda opinionit të tyre që mund të jetë jashtëzakonisht e vështirë për pushtetin e ardhshëm të Partisë Republikane dhe Trumpit personalisht. Qartë. Çfarë do ndryshonte konkretisht zot Bilali nëse ngushtica e Hormuzit do të hapej plotësisht? No, po që se do hapej, atëherë do kemi mendoj se blokada nuk ka pa qëllim me amerikanëve në pjesën e Omanit, sepse nuk kanë mundësi të, por sepse duhet kemi rifillim të luftës, pse do hini drejt për drejt aeroplanbojsa dhe gjithë korvetat përcjellëse të anijeve amerikane. Dhe kjo do të blokad pastaj e bllokimit të blokadës që vendosen amerikanët. Meqense ka pas të vizat dhe gjatë kohës së luftimit të tankerëve me naftë, por problematika është të taksa. Irani me këmbgulje dëshiron që të ketë rikompenzim të asaj që është shkatruar me goditjet amerikane dhe të Izraelit. Por për vendet e gjithë,
përsik, sidomos vendet me monarkitë e tyre nga Kuvajti deri te Arabia Saudite, edhe Omani ashtu kështu ka një raport neutraliteti edhe me vendet të tjera të Xhirit Persik, po edhe me Iranin. Si ka qenë ideja e Iranit që menaxhimi të bëhet së bashku me sultanatin e Omanit. Por humbja do ishin jashtëzakonisht të mëdha për palën e cila me blokadën e tillë mund të humbë, sepse Irani pastaj ka bërë blokada atje që nuk lejon tankerat që vinë nga portet e vendeve të Xhirit Persik të kalojnë vendeve arabe të Xhirit Persik të kalojnë në marshrutat e tyre. Dhe kjo për botën do të ishte lirimi i kushtisë së Hormuzit, edhe pse përbën atë mbi 20% e totalit të tregtisë apo shpërndarjes që bëhet në tregun global, dhe të gazit po ashtu, 1% plus minus, por do të përbëjnë 1/5 në gjithë kapacitetet të energjisë që shpërndahen në tregjet në mbar botën. Do të ishte një lehtësim i madh, sidomos sa i përket çmimeve, me qenë se në këtë kohë ka spekulant të çmimeve shfrytëzojnë situatat në çdo pol dhe shtete të ndryshme në Perëndim, Lindja apo ku do qofshin në gjitha kontinentet. Por mendoj që është e rëndësishme që ngushtica e Hormuzit luajë rol të madh edhe për plerat kimike, për fosforin. Lexova një shënim të shumë interesant që zhvillimi agrar dhe bujqësor në SHBA është jashtëzakonisht shtet agrar dhe ka potencial të madh SHBA. Por ngritjet e çmimeve 20-30% janë për shkak se tek bllokimit të ngushticës në Hormuzit ku depërtojnë këto fosfore dhe plera kimike të cilat plerat azotike, të cilat do ishin shumë të rëndësishme për zhvillimin e bujqësisë. Do thotë kjo është ajo që mund të ndikojë në gjithë atë që ka të bëjë me zhvillimet jo vetëm të burimet të energjisë, por edhe të aspekteve dhe të elementeve të tjera që ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë përgjithshme të botës. Por më rëndësi, besoj që hapja ngushticës së Hormuzit me hjekjen e bllokadës amerikane, po ashtu edhe të zbutjes të quajshme të një lloj takse e cila mund të jetë e koordinueshme për vendet e Xhirit dhe Iranin, do të ishte pozitive për të gjithë. Por kjo është një pikë pyetje që mund të sjellë ndryshime në të ardhmen e afërt, që besoj është presëm gjithë që do ishte mirë edhe shëndetshme për gjithë ekonominë globale. Mirë, zoti Bilali, për të mbyllur, ndërkaq ishte një koment sa i përket asaj që ndodhi në shtëpinë e Bardh ku papi edhe të shtona pra një atentat ndaj presidentit të SHBA-s Donald Trump. Kjo është e vërteta, nuk do dihet. Tham drejt që është kryesore, të gjithë ata që lypen qoftë me mediume, por edhe kurioz publiku, e vërteta nuk do dihet. Nuk dihet edhe sot vrasja John Kennedy, edhe është mister, nuk kemi ende informacione të plota. Ka kaluar, do thotë, ka hyrë në fazën e gjysmëshekullit dhe nuk kemi ande sqarim rreth asaj vrasje. Prandaj mendoj që edhe ky atentat i tillë nga Allen nuk është i çmendur. Ka kanë momente kur e bën njeriu të çmendur kur nevojitet ndonjë proces për të zhagitur apo për të ardhur në përfundim të asaj që, sepse raste të tilla ka pasur Ronald Reagani me goditje të tilla që ka pasur në këtë vend në Hilton, në hotelin Hilton. Dhe tjetëra më tepër mendoj që ka pas 3 mundësi të cilat hynë në radhën asaj që mendoj që me ramjen e rejtingut ta stopoj këtë ramje të rejtingut në opinionin amerikan për Donald Trump. E dyta ta u vëmendje nga lufta dhe goditja që është për Iranit, dhe treta dosja Epstein, të cilat të gjitha këto largime nga temat kryesore dhe pastaj të fokusohet që qëllimi ka qenë rritet presidenti i një shteti, më të fuqishëm momentalisht në botë, dhe opinioni të bie në thitje rreth asaj që ky person po ndjeket qëllimisht sepse po dëshiron që Amerikën ta sjell atë ku e ka vendi sipas tyre, por mendoj që një goditje e tillë e këtij atentatori lë shumë pikpyetje si ka arritur të hyjë në perimetrin e brendshëm, sepse forca siguria mund të them e klasifikuar,
gjitha atyre shtresave që nga FBI dhe shërbime inteligjente të qadrës deri te niveli lokal apo distrikte të qyteteve apo të shteteve, në këtë rast të pjesësisë të Washingtonit, kanë qenë të nivelit të lartë dhe perimetri i sigurisë i brendshëm jashtë ndërtesës dhe brenda ndërtesës është jashtëzakonisht pikpyetje e madhe si ka arritur që me një detektor metalik të arrit të hyj brenda në hotel. Por tëra kjo tregon që ndoshta do ketë pastrime, thamë kështu, edhe në nivelin e sigurisë dhe një farë lloj si me generalit të ushtrisë, pastaj të kërkohet edhe nga inteligjenca. Nuk e besoj që do ketë atë fjalën e Kennedit, Trump kur ka thënë që do pastroj edhe CIA-n. Dhe mendoj që pastaj ju kthye në më të them në bumerang, por për momentin këtëra kjo situatë do është në farë mënyrë për opinionin nuk është shumë e habishme, është e habishme tentativa tretë që i bëhet për atentat të Trumpit. E tash, a mund të jetë kjo një lloj ai ta quaj kështu aktrimi i cili mund të bëhet nga filmat e Hollywoodit. Mund të jetë njëra nga pistat të cilat mund të jetë sajuar për qëllime thash të ngritjes së rejtingut të tij personal, apo edhe mund të jetë vërtet një kompit të përlefsheve politike mes të majtëve dhe të djatëve, apo demokratëve dhe republikanëve. Besoj sepse ky është shifja që atentatori ka qenë përkrahas edhe në 2024 në Kamala Harrisit dhe i demokratëve. Por sidoqoftë, kjo ka lënë përshtypje jashtëzakonisht mund të them jo të mira për vetë brenda sigurisë dhe institucioneve amerikane, por në botë ka vët dyshime të shumta rreth teorive që a është inskenuar apo real një skenario i cili mund të lidhë dhe agent apo shërbime jashtë SBA-ve. E qartë. Mirë, zot Bilali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Grazie nga unë me kanë mirë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë. Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku ndalemi sërish tek lindja e mesme. Do të flasim edhe për deklaratën ku Putin ka deklaruar se ka marrë një mesazh nga udhëheqësi suprem i Iranit, Mujtaba Khamenei, në një moment kur ai vet nuk është parë publikisht pra në të gjithë të konflikt midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit, dhe sigurisht që sinjalet vinë në kulmin e këtyre tensioneve tashmë në lindjen e mesme. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë gazetarin Sokol Brahi. Sokol, përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, gjithashtu edhe për mua kënaqësi. Atëherë Sokol, se i përket edhe deklaratës se cila ka bërë Putin, pra duke marrë parasysh të gjithë komunikimin e fundit mes Kremlinit, por sigurisht dhe Teheranit, si duhet lexuar në terma strategjik sigurisht raporti aktual mes Rusisë, Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, dhe nga ana tjetër, a kemi të bëjmë me një koordinim të qëndrueshëm apo me ndërveprime të rastishme diplomatike në këtë situatë tashmë që ndodhet në lindjen e mesme?